محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, vërtet nga begatit e shumta që na i ka dhënë Allahu te bareke ve taala është edhe xhamati apo uniteti i besimtarëve musliman. Pra, kur i sheh kështu besimtarë të tubuar nëpër xhamit, shtëpitë e Allahut, apo kur i sheh nëpër lagje, apo nëpër tregje, apo në punishte, apo kudo që janë, dhe janë të bashkuar, janë unik njani me tjetrin, dhe mbështesin e mbaj njani tjetrin, atëherë ata i përngjajnë një kalaje që ata gurë të mbaj njani tjetrin. Dhe kështu duhet jemi ne besimtarët musliman, sepse ne jemi vetëm një gurë në këtë kalane madhe, dhe ne duhet të japim kontributin, duhet të japim më të mirën prej vetes sonë që kalaja të duket sa ma bukur. Dhe muslimanët e bashkuar i donë Allahu Teala, për ata dhe e thret, duke thonë wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dhe kapuni të gjithë, bashkohuni të gjithë në litarin e Allahut e mos u përçani, e mos u ndani njani me tjetrin. Me u kap në litarin e Allahut do të thotë me u kap në Islam, me u kap në Kur'an edhe në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe është kënaqësi shpirtënore kur i shef muslimanët unik, kur i shef muslimanët të bashkuar. Nuk kemi vllazën kohë, nuk kemi komoditet, nuk kemi hapësirë me u shpërnda prej njëri tjetrit, me u largu prej njëri tjetrit, me u përça me njëri tjetrin. Kur e kemi një Zot përbashkët Allahun, kur e kemi një libër përbashkët Kur'anin, kur e kemi një sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e kemi një kibel, një çabe që drejtohem i madh i vogël ka ajo, kur e kemi një iman edhe një islam përbashkët, atëherë shtrohet pyetja për çka me përça musliman, për çka me u nda musliman ndërmjet veti. A mendoni se të përçam, e të ndam, e të coptuar, të sakatuar njani me tjetrin, arrihet fitoria muslimanëve? Jo, asnjëherë. Nuk ka mëshirë, nuk ka rahmet në atë popull, në atë vend ku muslimanët janë të përçam ndërmjet veti. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit, ka thonë aleikum bil jamaa, ju këshilloj, ju porosis që të përmbaheni xhamatit, që të jeni me xhamatin, me komunitetin. Sepse el jamaa rahme, xhamati, uniteti, bashkimi muslimanëve është mëshirë prej Zotit, wal furqatu adhab, ndërsa ndarja, përçarja, grupacionet është dënimi i Zotit. Pastaj ka thonë yedullahi me al jamaa, dora e Allahut, ndihme e Allahut është me kënë me xhamatin, me ata që janë të bashkuar, që janë unik, e jo me ata që janë ndajën bo pike 5. Andaj ne si besimtar musliman e kemi kohën e fundit të vetëdijsohemi, edhe të marrim mësimet e duhura, se si të tjerët po punojnë kundër Islamit edhe muslimanëve.
Edhe po e shifni janë shu si kur qenë e qartur, para një coftine, apo më falni shpreje, para një ngorcine, edhe i sulmojnë muslimanët natën edhe ditën. Jo pse ata janë të fortë, por pse ne kemi lëshu pe, edhe pse ne e dorëzojmë njëri tjetrin her pas here. Edhe lufta mediatike që i bëhet, mas pari institucionit tonë që e kemi këto, që s'po mujmë i shti hund hiç parti politike, as kërkush aty, e me prish unitetin, e me i bot disa institucione fetare, apo disa bashkësi islame, kjo ka qenë andër e ka maq me disa, dhe pas kanë arrit ende, e mas pari sulmojnë kënë bashkësinë islame, pastaj hoxhallarët, e pastaj xhamiat edhe xhamatin. Sa shtëpia publike, sa pushimore, në thojë, se qenë ato pushimore, ato shkohet për tjetër sens, shkohet me pushu, bashkë me pushu nuk pushuhet. E sa kafiteri, ku konsumohen pjetë alkoholike, narkotike, e sa vene ushtrohet zeja e vjetër, zinaja, prostitucioni, kërkush se ngrit zanin. Një xhami me u bo, edhe ajo bëhet, qysh bëhet, sikur që token e ka dhënë dikush, Allah i shpërblev dënja në ahiret, xhamin e ka bo dikush tjetër, e udhëheqin muslimant, krejt është pej dorës muslimanve, edhe prap kunder. Një tjetër xhamin periferi, qashtu token e kanë bo muslimant, e kanë dërtu muslimant, një tjetër atje, krejt xhamiat janë bo pej popullit. Nuk dit, nashta ka një apo dy që komune e ka dhonë token, po është interesant, krejt qeverit edhe krejt këto udhëheqjet lokale që vinë, deri sa po vinë, thirrin, dreka, thirrin, darka, në qaj, në kafe, natën, ditën. Si të vinë pushtet interesant anaj mo, ndrën qasja. Që në rrugën bëk, që në rrugën cëk, që në rrugën marrën feza, është bos qytet në veti, një mesgjid, 90% falen rrugë se ai mesgjid i vakil, s'pëjnë zenë. Asa toka është atje, nuk e lëshojnë venë. Po dhe me bo me lëshuë, nuk të epin lejen. Kush, udhëhecat, e këti populli këti venit që të pakten, disa për i ty nëse krejt jo, po disa po deklarohen që janë muslimane, disa po thojnë, ja ne besoj një farfuqie ku ta dione, a i tjeti po thot, unë jam me të nafet. S'ka mërë Allah me të nafet, një fej është, ku janë të nafet? Ku ka të nafet, një fej është, një din është i pranun të ka Allah, dini islam. E kë 5 vakli, a i talët me musliman, e i le muslimat më falë jashtë në shije në borë, edhe kjo shkën tane e vëtën e bjen atje në pushtet. Për vëllaj, kime edhon logari, kime edhon përgjithsi, me prunë pushtet a i që talët me dinin e Allahut, e a i që të bën pengesa, që të pengesa në praktikim të fesë. Derisa na nuk i kemë, do me thonë, disa quna të rritë përkatitun, sa dohet, edhe derisa nuk kemi të pjekun politikisht, atër të pakten, individualisht do të me mendue, kënë po e bjen aty. Mëse bërë dikën që të pengon njëtë, po bërë dikën që të lehtëson jetën, se me shikue fetarisht, udhëheci i shtetit, apo i komunës, nuk ka diçka tjetër, vetëm shërbëtor, që i kryen shërbimet tona, ajo shërbëtor, si kur unë jam shërbëtori ju i këtu në xhami, i kryen shërbimet para jush. Dhe ai shërbëtori, udhëheci, nuk ka për me ja vështërsu jetën xhamatit këto, po për me ja lehtësu jetën xhamatit. Edhe ai nuk ka për me ja vështërsu jetën qytetarëve, po për me ja lehtësu jetën qytetarëve. A ma e kanë pa që muslimant bien shpesh prej apo bien viktime lajmeve dhe ta shka po bojnë në për rrjetet sociale, në për media, po lansojnë të lifar etiketimi, të lifar shpifje, edhe muslimant fatkeqësisht ju besojnë edhe çka, ende muslimant merren me veten, ende merren me gjana vllazën dytësore apo tretësore, duke i lënë gjanat parësore. Andaj, është kjo luftë e tyne kundër islamit e muslimanëve diçka e re? Jo, mor, absolutisht. Pse? E ka paralajmëruar Allah herët, e ka paralajmëruar pejgamberin edhe neve, edhe ka treguar që kanë me fole, kanë me punu, jo me anë, po me gjuhë e me laps, kundër islamit, pa arrin me shujt dritën e islamit, arrin me nal islamin, jo pasha Zotin, sikur që nuk arrin me nal diellin apo hanën kur del, apo mujna me ndal, jo. Për ata Allahu Teala thot, yuridune li yutfiu nur Allahi bi afwahihim, wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Dëshirojnë ta fikun dritën e Allahut. Me çka? Me gjuhët e tyre. Flasin.
Po është interesant mëre, krejt ata që dalin, gjithë të kanale televizive, krejt qysh janë dhe me thonë, të përkatitun shpirtnisht, me lëshu qka etiketime shpifje kondër islamit edhe muslimanve. Interesant. Vinë prej familjeve muslimane, rritën të në tokën e muslimanve, e gëzojnë lirin për i muslimanve, se këqëni këta që kanë vdek. Këqëni. Krejt qëta që kanë vdek për qitë popull, për qitë vend. Këqëni emnat. Elhamdulillah, zotë shqyqyr që i kanë emnat e muslimanve, se krejt ja këshin gjitë diçka tjetër. Ne i kishin mu sheshat e rrugt me qka, me statuja, me kutadione, me qka, me përmendore. Mirë po kur përmen emnin musliman, heshun për ty në me namaz, e me agjerim, e me sadaka, e me kuran. E qëta musliman janë bo sebe për sëllë lirin. E qëta musliman janë që po e mbajnë këtë vend. Edhe qka luft e ftët, luft e ult kundër islamit edhe muslimanve. Mirë po na nuk do të më ushqetësur shumë, sepse të ndëruar vllazën, ky orkestrim është për një 200-300 vete, të cilët do me thonë, po mundohen prej tëna anëve me që regullu kanë unitetin, stabilitetin e këtij popull e këtij vendi. Edhe qka, a kanë arrit? Jo, por kanë arrit me fut dyshime. Andaj na qka do të kapemi për fjalën e Allahut edhe për sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe mos u friksoni se këtë din nuk e ka garantu Bashkia Islame, nuk e kanë garantu hoxhallarët, e ka garantu Allahu te bareke ve taala. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala ad-din kulli walau kariha al mushrikun. Ajo është Allahu që dërgoi kanë të dërguarin e tij me çka? Me udhëzim të qartë, edhe me fe të qartë, me islam. Edhe pse këto nuk e dojnë, nuk e pranojnë idhujtarët apo armiqët e islamit edhe të muslimanëve. Allahu i ka dërguar pejgamberët njërin mas tjetrin, edhe e ka përmbyll shpalljen e tij me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj keni parasysh, na jemi në sprovë, që ka thonë Allah, li yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Po sprovoni ju o besimtar, cili jeni ma vepër mirë, se Islami me mua pa mua, me ty pa ty Islami po ec, nuk ndalet. Që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, la yablughanna hadha al-amr ma balagha al-layl wan-nahar. ولا يترك الله بيت مدر ولا غبر إلا أدخله الله هذا الدين. Do të arrin ky islam, do të arrin kjo fe atje ku arrin nata edhe dita. Dhe nuk ka me lënë Allahu vend, qytet apo fshat, shtëpi lloçi apo betoni që s'ka me fut këtë fe. Po a jeti shkaktara si është problemi jëtë? Andaj pyetja që shtrohet vetvetiu, çka ke bë ti o vëlla besimtar musliman që këtë din me ecë përpara? A ja ke bë një shërbim? Që shtot populli, a i ke bë hizmet pak ti dine, a ke ujit hiç ajo, a ja ke qit në i gotuj? Se ky po ecë, s'ndalet. E çka ka me bë në shtrohet pyetja tjetër? Qysh më rëlla çka ki me bë? Përmirësoje veten tonë, se shumë njerëz interesant. Punë të veta llugi kanë shpe, e po dënë me përmirësu presidentin, a kryeministrin, a ministrat, a kryetarët e komunave. Njëherë filla prej vetes tane, jepja këtij populli, këtij vendi, kësaj feje një besimtar musliman sinqert të dobishëm, që ju bën mirë familjes, mas pari, pastaj edhe të tjerëve. Sepse njeriu më i mirë, cili është? Ai që fal namazë vullnetare shumë, jo. Ai që ju bën mirë njerëzve shumë, i kryen obligimet e Zotit, po ju bën mirë. Ky është i dashur tek Allahu Teala. Për ata dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, çka ka thonë? Ehabbu an-nasi ila Allahi azza wa jall, anfa'uhum lin-nas. Njeri më i dashur te Allahu i lartë madhëruar është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Ju bën mirë kujt? Njerëzve. Andaj këtu fillon prej vetes tonë, mi ia dhon vetit një obligim në çat misionin tënë që jem, profesionin tënë me kom për i matë mirëve, jem mësues, bënë mësuesi më i mirë.
Je mjek, bënë mjeku më i mirë. Je inxhinier, bënë inxhinieri më i mirë. Je arkitekt, bënë arkitekti më i mirë. Se për këtë që to kam stacione për me undal me fol. Se gjitha që to profesione lënë shumë për të dëshiruar. Po të pakten ti krye misionin tënë, mos e merr veç profesion prej orës 08 ora 16 edhe me datën 01 me pas një pagë aty. Këtë e bën çdo njani, këtë e bën njerëzit në përgjithësi, po njerëzit e mëdhej kanë për të kësaj kanë qëllime. Andaj, aja po shkaktor, aja po sebeb që një antar të familjes me kthyn këtë islam. Ti në morë njerëzit e ndan shtratin me grua, e ndan jetën me grua, e nuk arrit gruan e vet me kthyn rrugt të Zotit. E vladin e vet që është pasunia apo begatia e zemrës, knaqësia e synit, e vladin e vet e ka pa namaz, nuk e ka kufra probleme hiç. Njëjti duket, si me namaz si pa namaz. Pa e dini që nuk ka ma fatkeqësi, as nuk është kanceri, as nuk është diabeti, as nuk është sida, as nuk është tensioni, as nuk është ajo sprove madhe që është sprove me pas e vladin pa namaz, me pas vllahun pa namaz, me pas motrën pa namaz, me pas nipin e mesën pa namaz. E ti një mërë që nuk ka gjëna më të madhë. Se thot dikush, ja, Allah, rakis, po pinë, drogë, ja, këto, ja. Po krejt ato janë më të vogla se sa lënja namazit. O, vllazni, pina alkohol, spine, e ke boni haram. A mu e le namazin, e le dinin, e le Allahun, e le Kur'anin, e le sunetin. Ka po do me shkue. E ke logarit ku po shkon. Ka e ke mësuj pa Zot. Ka e ke mësuj pa pejgamber. Ka e ke mësuj pa Kur'an. Në ka xhenet, s'monesh me rajt njerëzit pas Zot me hin xhenet, s'monesh me hin. Andaj, shumë kush e ka fatkeqësin, brenda familjes edhe është çka, është familjarizue, edhe natyrë shumë e pranon, do me thonë, kanë edhe ato që e kundërshton fenë e Zotit. Andaj vllazën, bënë shkaktar mas pari për familje. Pastaj, nuk ka vllazën pasuni e madhe me lanë t'i pare në bankë, nuk ka pasuni e madhe me lanë të shtëpia, me lanë villa, me lanë kerë. Pasuni e madhe është me lanë i njeri kur del në ditën e gjykimit e i thotë, ja Allah, o Zoti jam i dashur. Shkaktar që unë ty të kom adhuru 1 vjeta, 2 vjeta, 10 vjeta, 50 vjeta, o kon filani i biri filanit. O krejt me të qip ty njën e nanë atje kur dilsh para Zotit. Veç që këj person që po dëshmon se ti e bo sebeb, e ajo këthyën në islam, në praktikim të fesë, për ty o me mirë se sa krejt dynjaja dhe çfarë kanë të me të avon Zotin ditën e gjykimit. A kena mundësi? Po që s'kena mundësi. Unë e që ditëna, isha do të nënës të rrinë bashkë, janë rritë bashkë, janë shkollu bashkë, jetojnë jetën bashkë, vjen koha namazit këtë qohet, sikur me shku me bona e farë gjënoj, më farë një veç pak, edhe si të të zdi që i si frikacak, thu që të bona e farë krimi, e ata kishë janë aty në mirë, në hak, në të vërtetën, thënë hajtaj që shkoj, ja dhon lejen, e kështë shkon falet, e nuk ju thët aty në, po që në mërë Zotë jo lëzoft, që në mërë Zotë jo drejto, po që përbani këtë mërë? Ja, Allah, që 40 jemi shok, asë e ku më ngucë, asë më ka ngucë, unë e te më najtë vetën. Po qëfar shoku është taj? Po qëfar shoku je ti mas pari, që nuk e thirë në të vërtetën, ato që është duke ndjek të humburën, rrugën që si jep as dynjan as ahiretin. Andaj, vllazën sa ma afer njëri tjetrit. Leni vllazën ato thashe thamet qile wa qal. E pyetjet e pat nevojshme, të tepërta. Sepse gjërat që na bashkojnë si xhamat, si besimtar janë shumë më shumë se sa gjërat e vogla të cilat munden me na nda neve. Andaj los Allahun Taala që të gjithë neve si besimtar musliman këtu në vendin tonë, kudo që janë musliman të na bashkon. Sepse ashtu na don Allahu, ashtu është Allahu me neve, ashtu është mëshira e Zotit me neve dhe ashtu është edhe ndihma e Allahut te bareke ve taala. Allahu na udhëzoft në Kur'an dhe në Sunet. Allahu na bashkoft, Allahu na drejtoft, na ruajt neve dhe juve dhe të gjithë besimtarët musliman nga të këqija dhe keqbërësit kushdo qofshin ata. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Edhe një mesazh të shkurtër të nderuar vëllezër, për me unifikuar radhët, për me qenë bashkë, edhe për me qenë suksesshëm o vllazën, këtu do të me fillu, piknisja këtu është me qenë bashkë. Xhamit nuk janë o vllazën vetëm për 5 kohë namazit. Hishte pejmenës të, ky është versioni më i shkurtër dhe më i pa kompletuar me mendu se xhamia është me i fal 5 kohë dhe mbyll në xhamin. Edhe keni po që shumë xhamia po mbyllen mas kohës namazit. O vllazën, xhamia është vend ku të bëhen sikur në universitet që shkojnë i madh i vogël. Duhet me u zhvillu xhamati brenda xhamisë, duhet me u ngrit xhamati brenda xhamisë. Unë e kryeta misionin tim. Sa herë po ju tham urdhnani xhamatin gjithkund me gjet nderse nuk i gjen. Mësimet Kuranit nuk i gjen. Mësimet hadithit nuk i gjen. Mësimin e dispozitave të shariatit nuk i gjen. A valla, me shku në për restorane, në për kafe, vallahi edhe dorën s'po na lën me shtin xhep. Allah i shpërblef, po nuk ka i respekti madh. Respekti madh është me nderu shpinën e Zotit, me marr pjesë në aktivitete, me prezantu nderset hoxhallarëve. Na ka begatu Allahu mbi 30 xhami, 33-4 xhami me mesxhide kemi në këtë qytet. 3-14 derse gjatë javës. Mirë po prezenca është sikur ne të jemi këtu 1% ose 2%. Kështu më na po dikush në për derse xhamia të kryeqytetit konstaton se në Prishtinë muslimanët janë 2%, ashta, maksimumi 3%. A na jemi numër i madh. Edhe ju çuna të ri, merr në këtë mesazh. Harrojeni që keni më mësu fen prej Facebookut, Instagramit, TikTokut, YouTubes atje. Shumë kushtet po edhe ju xhallar po i qesin për ata që janë këtu. Se për këta që janë këtu nuk qiten ato, nuk publikohen. Ta do të me qenë prezent këtu. Se dhe mësimet e gjeografisë, e të matematikës, e të fizikës, ministria po i publikon. Për kanë? Për ata që s'kan mundësi me shku në shkollë. Se ata që shkojnë shkollë do të me shku në fakultet. Se nuk dine fakultet që t'jep diplom, ti një ka aty mësimet prej YouTube-s apo një që prej dikuj tjetër për një farë programi, edhe me thonë fond amrat diplomën, se unë ju kum ndjek online, amo fizikisht s'ka marrë, do të me arë fizikisht. Allah inshallah na udhëzon e na drejton edhe na bashkan aty ku Allah është i kënaqur. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله. إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.